Udhëheqësi historik i socialistëve shqiptar Fatos Nano u largua sot nga jeta, duke lënë pas një trashëgimi politike e cila vë në pozitë të vështirë si partinë e tij, ashtu edhe kundërshtarët e tij. Merita e parë e madhe e Fatos Nanos ishte se ai ktheu garën politike në ish Partinë e Punës, që kishte sunduar për 50 vite në vend si një parti e centralizuar dhe parti shtet. Me transformimin e thellë që i bëri Partisë Socialiste në vitin 1991, duke futur në të ajkën e intelektualëve shqiptar të majt, me betejën e tij nga burgu për ndryshimin e PS-s, përballë diversioneve të Berishës dhe me betejën për të rimarrë kreun e Partisë Socialiste me garë të hapur, më 1999 përballë ish kryeministrit Pandeli Majko, ai demokratizoi në mënyrë përfundimtare Partinë Socialiste, duke e bërë një parti të votës së lirë dhe një parti me institucione demokratike. Ndërkohë që vuante burgosjen politike nga Sali Berisha, prej vitit 1993 në burgun e Bënçës në Tepelen, ai nisi prej andej betejë për reformimin e partisë dhe ndryshime rrënjësore në udhëheqje të saj, pas zgjedhjeve të vjedhura të 26 majit. Ai nuk u qurravit siç bën sot Sali Berisha, ndonse ato janë zgjedhjet më të këqija të historisë së Shqipërisë në një shekull, por ktheu syt nga partia e tij dhe e ndryshoi atë. Duke qenë nga burgu, ai po përballej me marionetat e Berishës brenda PS-s, që kishin për udhëheqës Ilir Metën dhe një krah konservator që duhet të integrojë me ritmin e ri të Partisë Socialiste dhe ja arriti t'i bënte. Ndenja mbi 3 orë në qelinë e tij në burgun e Bënçës në korrik të vitit 1996 dhe në një farë mënyrë duke njohur dhe shumë nga afër Berishën, e vetmja ndjesi që kisha kur dola nga qelia ishte se më i burgosur ishte Berisha në vilën numër 4 në pallatin e brigadave sesa ai në birucën numër 4 në burgun e Bënçës. Me ardhje në pushtet në mënyrë plebishitare në vitin 1997, ai ishte i pari udhëheqës shqiptar që shumicën absolute e përdori për të shpërndar pushtet. Nën sloganin "Do japim pushtet të bëjmë shtet", ai ndërtoi një koalicion real të gjerë me çdo ngjyrë ish opozitare dhe shoqëri civile, duke filluar rifreskimin e thellë të Partisë Socialiste. Pas ngjarjeve të rënda të shtatorit 1998, pas vrasjes së Azem Ajdarit, ai shmangu luftën civile duke dhënë dorëheqje, dhe pse Berisha i çoi Arkovillën në zyrë dhe anatemoi si vrasës, akuza për të cilën vite më vonë u tha se ishin për arsye politike. Ai mbeti kryetari i Partisë Socialiste një vit më vonë, fal një betejë reale me kryeministrin Pandeli Majko, me një diferencë të ngushtë votash dhe me një garë transparente para syve të gjithë shqiptarëve, duke e bërë Partinë Socialiste një laborator të demokracisë në Shqipëri. 2 vite më vonë, në vitin 2001-2002, Fatos Nano do të niste një betejë të re kundër qeverisë së partisë së tij dhe do të nxirrte në pa për herë të parë rëndësinë e grupit parlamentar në jetën politike të vendit, duke arritur me një betejë disamujore për katarsis të krijojë majorancën parlamentare kundër Ilir Metës dhe ta rrëzojë atë nga pushteti. Pra, brenda 10 viteve, ai mori Partinë e Punës dhe e shndroi në një parti me institucione demokratike, me zgjedhje të lira, me garë të ngushtë për kryetar, me garë të ngushtë për kryeministër dhe me rregulla të qarta loje. Ai u rikthye në kryeministri në korrik të vitit 2002, pasi arriti të zgjidhte bashkë me Berishën Alfred Mojsiun president. Zgjedhja e Mojsiut pasoi një raund zhgënjyes për zgjedhjen si president të diplomatit Artur Kuko, por Fatos Nano nuk e la në mes procesin dhe i dha shansin opozitës të jepte emrin e saj. Kjo ishte edhe një periudhë paqe e tij me Sali Berishën, që shkoi deri në pranverë të vitit 2003. Ata ndërtuan së bashku disa rregulla për institucionet kryesore si gjykata kushtetuese, gjykata e lartë, QKZ e tjerë, të cilat edhe me rregulla të përshkruara u balancuan politikisht. Qeverisja e tij u shoqërua me reforma të thella strukturore dhe ai vazhdon të mbetet kryeministri, që ka bërë koncesionin e parë të suksesshëm në Shqipëri, aeroportin e Rinasit dhe hekurudhën e parë elektrike, Durrës-Tiranë, që anulloi Berisha. Gjithë pasardhësit e tij kanë pasur problematike reforma të tilla për shkak të garës së paracaktuar, ndërsa ai lejoi garë reale. Në ndërzimin e tij, u ndërtua sistemi i ri bankar të vendit, u privatizuan bankat shtetërore dhe u futën një sër bankash të huaja duke modernizuar vendin. Po ashtu, ai modernizoi sistemin e doganave dhe tatimeve, por pa pasur sukses në betejën kundër korrupsionit në to. Një liberal i pakorrigjueshëm dhe shpërfillës ndaj rregullave dhe protokollit zyrtar, ai krijonte her pas here skandale me shtypin dhe opinionin publik për shkak të tërheqjes personale të tij. Guximi i tij për t'u divorcuar dhe martuar në vitin 2001 ishte një standard kulturor në hipokrizinë politike të shoqërisë patriarkale shqiptare.
i rrethuar si çdo kryeministër nga servile dhe të korruptuar. Ai u izolua dhe u shkëput nga realiteti, ndërkohë që po hynte në zgjedhjet e 2005-s, i sigurt që merrte shumicë absolute. Nën këtë eufori, ai injoroi taktikat elektorale dhe i la hapësira Berishës të krijonte një aleancë taktike që shumonte numrin e deputetëve përmes atë që quhet dushkumadh, ku një të njëjtën zonë elektorale dilte një deputet nga majoritari dhe një nga proporcionali, duke transferuar votat te partitë e vogla sipas një disipline partijake. Fatosnano i injoroi këto taktika dhe injoroi edhe aleatët e tij, duke i lejuar që ata të shpallin kandidatët e tyre. Kështu Berisha në vitin 2005 mori 18 mandate nga përçarja e së majtës dhe mori pushtetin pas aleancës me një parti aleate me Fatosnanon, Partia Agrare të Lufter Gjuvelit. Pre ati momenti, ai u largua nga politika shqiptare dhe mori me jetën dhe bizneset e tij private. Ai u bë 2 herë aspirant për postin e presidentit të Republikës, ku të dy palët bënin sikur e respektonin, por realisht nuk e donin president. Pas kësaj, u tërhoq në punët e tij dhe pas vitit 2013 konsolidoi një raport privat me Edi Ramën, duke i sugjeruar her pas here ide dhe mendime të veta. Pak vite para fundit të jetës së tij, ai dha një intervistë më të mira të jetës së tij, duke reflektuar për burgun e tij dhe shëmtinë e pëndjeqjes së kundërshtarëve, duke theksuar se nuk ishte i shqetësuar nga burgosja e tij, por nga fakti që Sali Berisha jetonte çdo orë me burgun e tij dhe merrej me çdo prokuror, gjykatës apo institucion që kishte në dorë jetën e Fatosnanos, dhe këtë e konsideronte si një mallkim të tij për kundërshtarin politik. Ai u largua sot në paqe me veten, familjen, familjet e tij, gratë që deshi dhe e deshin, dhe mbi të gjitha me Partinë Socialiste, për të cilën mund të thuhet pa frikë se është ndërroi në një institucionin e parë demokratik në këtë vend.